Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mbrojtja e ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi ankohet në gjykatën kushtetuese të Hagës për shkeljet e të drejtave themelore të njerëzit pas akuzave për pengim të drejtësisë. Kryetari i gjykatës speciale caktoi panelin e gjyqtarëve të kushtetueses për trajtimin e ankesës. Në të thuhet se Hashim Thaçi është viktimë e shkeljeve të përcaktuara në këto parashtresa në lidhje me caktimin e palishëm si të gjyqtarit të vetëm ashtu dhe të gjyqtarëve të procedurës paraprake. Avokatët përmendën të drejtat që ka Thaçi për privatësi, për faktin se me vendimet të gjyqtarëve atij janë regjistruar fshetas bisedat dhe janë marrë pajisjet personale. Ndër të tjera thuhet se janë nxjerrë urdhra që mundësonin sekuestrimi dhe kontrolli në kompjuterit të Thaçit si të nxjerrjen e të dhënave prej tij, të cilat përfshinin korrespondencën dhe shkrimet e tij personale. Mbetet në burg Ilir Meta. Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar rrëzoi kërkesën e presidentit të Partisë së Lirisë. Meta kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë në një masë më të lehtë me argumentin se nuk përbën rrezik për prishjen e provave, intimidimin e dëshitarëve apo të largohet nga vendi. Por gjyqtari Erion Çela vendosi të lërë në fuqi masën arrest me burg. Avokati Ilir Metës Kujtim Cakranit tha se nuk kishte asnjë bazë ligjore për rrëzimin e kërkesës. Sipas Cakranit, Meta nuk mund të mbahet në paraburgim ndërkohë që çështja e tij zvaritet nga prokuroria ose gjykata. Ne i kërkuam gjykatës që ta zvendësonte masën e sigurimit sepse e kishim të bazuar këtë në jurisprudencën e gjykatës të drejtave të njerëzit gjykatës evropiane, në gjykatë disa vendime gjykatës kushtetuese dhe besonim dhe shpresonim që sot gjykata të ngrihej në lartësinë e një gjykate ku të jepte drejtësi. Gjykatat nuk u ngrit dot në lartësi, mbeti gjykata në kapur peng, mbeti gjyqtare notere përsëri e prokurorisë. Cakrani theksoi se Meta nuk mund të lërë dot garanci pasurore për të dalë nga qelia, pasi sipas tij nuk disponon pasuri. Zoti Meta nuk mund të lërë garanci pasurore sepse nuk ka pasuri. Ekonomi. Ndërtimi në Shqipëri vijon të mbetet sektori me rritjet besimit e konsumatorët. Rritet me 4.5% indeksi besimit. Në rritjen mujore ndikuan të dy komponentët, si vlerësimi i bizneseve për aktivitetin ndërtues dhe ai porosive aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar me rritje. Treguesi besimit të industrisë regjistroi një rënje të lehtë me 0.2% në muajin dhjetor, indikuar nga prirjet në rënje për porositë nga eksportet. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për punësimin në të ardhmen ka regjistruar rritje, ndërkohë që çmimet e produkteve që do të prodhojnë në të ardhmen priten të mbeten pothuajse të njëjta. Vjen shtrëngtimi i banesave në Maqedoninë e Veriut. Në 3 mujorin e 4 të vitit 2025, çmimet e pronave të paluajshme u shtrëngtuan me 25% në nivel vjetor, ndërsa me 3.2% në nivel mujor, tregojnë të dhënat e publikuara nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Në 3 mujorin e 3 të vitit kaluar, çmimet e pronave shënuan në rritje në nivel vjetor me 25.1%, pas rritjes prej 19.5% në 3 mujorin e parë dhe 19.9% në 3 mujorin e dytë. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut publikoi indeksin e çmimeve të pasurive të paluajshme në bazë të dhënave, të cilat kanë të bëjnë me banesat e shpallura për shitje në territorin e Shkupit. Bota. Italia mbështet ndërhyrjen amerikane në Venezuelë. Ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani deklaroi se ndërhyrja amerikane është legjitime, duke u bazuar në kërcënimin që SBA perceptuan, pavarësisht kundërshtimeve ndërkombëtare mbi përdorimin e forcës dhe lishmërinë e saj. Ne nuk mendojmë se ndërhyrjet ushtarake janë zgjidhje për problemet, tha Tajani, duke nënvizuar se Italia tradicionalisht favorizon zgjidhje diplomatike. Megjithatë, ai theksoi se nga këndvështrimi amerikan, sidomos përballë kërcënimit të përshkallëzuar në Venezuelë, ndërhyrja e SBA-s mund të shihet si legjitime. Tajani u shpreh se trafikimi i drogës shërben si instrument destabilizues që ndikon dhe në sigurinë e vendeve të tjera. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.